Në Kushtetutën e Republikës Maqedonisë, me marrëveshjen e Ohrit, shqiptarët i kam përcaktuar si bashkësi etnike. Tash si e përkthejnë nuk e di, po është bashkësi etnike, nuk është komunitet etnik. Bashkësi etnike. A ka kategori kushtetuese, a njeh bota kategori kushtetuese bashkësi etnike? Nuk njeh. Vetëm këto në Maqedoni për ta ndalë konfliktin dhe shqiptarët, si unë jam pakic, mirë po, shqipforcat me fet turkut, ato janë shtetëformues, ato janë pjesë e qeverisë, ato morin rroga, ato do të me mbrojt ligje dhe kushtetutën e këtij vendi. Mu për shembull si pakic shqiptare nuk më intereson fare, a është Stojoni, a është Petku, a është Abdul Haqimi, a është Abdul Fetahi në qeveri. Mu më intereson vetëm me funksionu shteti i së drejtës për shkak se pakic shqiptare është Tim Shkupi dhe njerëzit që janë si Tim Shkupi që sot me shumicë kanë dalë me protestu kundër EVN-s në lagjën Serova të Shkupit. Neve na mohon të gjitha drejtat dhe neve nuk na pyet askush asgjë. Unë nuk mund të them se dikush që merr çmimin 11 tetori, dikush që merr çmime nga kishtet, që merr rrogë, që kur do të pensionohet do t'i marrë 2.000 euro rrogë, gjithë ditën, gjithë natën e shon Shqipërinë, Spiropalin, e shon Edi Ramën, Sali Berishën prej Maqedonisë. Unë habitna me këto njerëzi. Ne kemi problem me shtetëformuesit shqipfolës të fesë turkut. Por shqiptarët me dinë dhe iman, të besimit Muhammedan që janë me Tim Shkupin, janë krejt në rregull. Falënderit që më përkrahni, falënderit që na suportoni.